çfarë bën ndryshe nga aferat e tjera që kemi parë deri tani. Kemi për herë të parë termin grup i strukturuar kriminal i përfshirë në tendera publik. Nuk e kemi pasur as te inceneratorët, nuk e kemi pasur as tek dosja 5D, që kanë qenë manuali tipik i grupit të strukturuar kriminal, po ashtu si afera e tunelit të Llogaras. Këtu e kemi konkretisht, e shkruar, e zeza në të bardhë, grupi strukturuar kriminal i përfshirë në tendera publik. Dhe pjesa tjetër është edhe pastrimi i parave. Kurioztar të di, pse mendon në formulimin juridik, sepse edhe kur e bën prokuroria e posaçme, ai është një formulim juridik, teknikisht është një formulim juridik i cili do duhet ballafaqohet me konceptet juridike të gjykatës së radhës. Është një formulim juridik. Se kanë guxuar ata këtë herë të kenë një formulim kaq të avancuar, kaq të frikshëm të kësha thënë. Krasta. Tani ne duhet kemi parasysh që kur flasim për Akshin, është një institucion i cili mbart informacione sensitive që janë të lidhura ngushtë edhe me partnerët tonë. Dhe normalisht partnerët kanë një vëmendje sensitive dhe të shtuar përballë këtyre. Ne të mos harrojmë që kemi pasur disa sulme nga iranianët në Shqipëri dhe të dhënat e shqiptarëve janë nxjerrë sheshit. Të dhëna sensitive, të dhënat e policisë shtetit janë nxjerrë sheshit. Pra pavarësisht se ne paguajmë miliona euro për Akshin, pra për këtë agjenci, janë miliona euro të cilat rezultojnë të shpërdoruara pasi të dhënat tona, të dhënat publike të shqiptarëve kanë qenë, të dhënat private kanë qenë të aksesueshme. Qoftë nga vendet partnere si SBA-ja, por dhe nga vendet dashakeqe si Irani apo njerëz që kanë arsye të tjera sepse hynë edhe pse i përdorin këto dhëna. Dhe normalisht që atëherë nisën të drejtoheshin fillimisht projektorët për herë të parë nga Akshi, se çfarë ndodh ndërkohë që po investohen miliona euro nga taksat tona, ku shkojnë? Janë rreth 200 tendera sekret, tendera që ne nuk dim se kush i ka përfituar. Për shkak të natyrës së punës që ka edhe të informacioneve që ka Akshi. Po janë 200 tendera sekret, po normalisht nëse nuk ka një komision, qoftë parlamentar apo qoftë që të ketë një raportim se çfarë ndodh me këto para, se në fund ditës janë taksat e shqiptarëve, nuk janë se ka një zgjidhje teknike, një komision parlamentar mund të merrte informacionin që s'është për të tjerët. Një komision i posaçëm parlamentar patjetër që mund të merrte informacion, por ajo çfarë ndodh është që përdorja e termit grupi strukturuar kriminal bën që ose më saktë çon në analizën që shumë prej këtyre dhënave kanë përfunduar në duar të grupeve kriminale apo të njerëz të lidhur me krimin që patjetër mund të jenë keq përdorur. Të paktën nga hetimet del që janë shtruar kontroll edhe në persona që kanë biznese që deri tani janë faktuar se pastrojnë para të karteleve të drogës. Pra janë çuar para të marrë nga Akshi, janë çuar në bizneset e këtyre personave me qëllimin për të pastruar. Pra është shumë e ndërlikuar situata dhe patjetër që edhe SPAK ka nevojë edhe për një mbështetje nga partnerët. Për shkak të çështjeve sensitive, por edhe për shkak të dinamikës edhe vështirësive që ka hetimi në thellësi kësaj çështje. Agjencia ka qenë edhe më përpara e përfolur, ka qenë praktikisht gjithmonë e përfolur. Kanë dalë historikisht informacione të paktën si publik i zakonshëm ne e kemi dëgjuar. Madje ka pasur edhe reaksione të njerëzve që janë përfolur, sepse reagime të formave të ndryshme. Po ndërkohë ajo që të më përshtypje është që duke u konsideruar kjo, duke e përshkallëzuar përcaktimi i cili është problematik grupi i strukturuar kriminal. Kjo dhe natyrisht lidhjet me rrethin e ngushtë familjar të kryeministit. Kjo automatikisht a mund t'i jap të drejtë një lloj pandehme që ka patur në zonat analitike të vendit kur thonin që kjo është një patate nxehtë se cilës